Kur djemt deklaruan besimin e tyre të drejtë përpara popullit të tyre të përfshirë në shirk dhe idhujtari, thanë: Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'u min dunihi ilaha. Që do të thotë, Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe ne nuk kemi për t'ju lutur askujt tjetër veç tij. Thamë radhën e kaluar se çfarë dobije kanë deklaratat, dhe sot ndash Allah mëdhëruar do ndalemi te përmbajtja e kësaj deklarate me të cilën ata kundërshtuan adetet e popullit të tyre. E para, ata i drejtohen Allahut mëdhëruar me emrin Rabb, që do të thotë Zot, dhe siç e kemi thënë edhe herë të tjera, është emri i cili përfshin tre cilësi të Zotit ton, dhe që janë krijimi, sundimi dhe rregullimi i çështjes së krijesave. Këtë emër askush nuk ja ka mohuar Allahut mëdhëruar, dhe prandaj krijesat që të gjitha i drejtohen atij duke thënë o Zot. Edhe ata të cilët kanë pretenduar se janë Zot gjatë historisë, si Faraoni, Nemrudi e të tjerë, ajo ishte thjesht propagandë nga ana e tyre, të cilën nuk e besonin as vetë, dhe prandaj Allahu i madhëruar thot në Kur'an në lidhje me ta: "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Ata i mohuan argumentet tona, edhe pse i besonin se ishin prej nesh, dhe kjo ishte prej tyre padrejtësi dhe gjithashtu kryengritje. Madje ky është edhe besimi me të cilin lindin krijesat dhe vinë në këtë botë, siç është shprehur edhe Kurani dhe po ashtu dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam: çdo kush vjen në këtë botë duke patur të kurdisur në zemrën e tij se Allahu i madhëruar është Zoti i kësaj bote. E dyta, ata e lidhin emrin Zot me krijimin e qiejve dhe të tokës dhe thonë: Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe kjo është cilësia më specifike e Allahut mëdhëruar, të cilën ja pohonin edhe mushrikët kur thonin: "Ola in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allah." Allahu mëdhëruar thot për ta, nëse i pyet se kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, do të thonë Allahu. E treta, ata përdorin cilësinë e zotërimit për të treguar se vetëm Allahu i madhëruar e meriton adhurimin, dhe thonë: "Lan nad'u min dunihi ilaha", që do të thotë ne nuk kemi për t'ju lutur askujt tjetër veç tij. Pohimi i zotërimit për Allahun e madhëruar e bën të kotë adhurimin e çdo kujt tjetër veç tij, sepse tregon se askujt nuk është lënë gjë në dorë, përkundrazi që të gjithë janë në dorën e Allahut mëdhëruar, jeta e tyre, vdekja e tyre, risku i tyre, prandaj adhurimi i tyre është i kotë. Dhe kështu, edhe pse në këtë ajet është përmendur vetëm duaja, ama në të përfshihen çdo adhurim tjetër veç tij, qofshin ato të zemrës si frika, shpresa, përulja, mbështetja, apo ato të jashtmet si lutja dhe sadakaja, kurbani, që nuk duhet të jenë vetëse për Allahun e madhëruar, Zotin e botave, sepse janë adhurime. Dobia e përfituar nga trajtimi i deklaratës së djemve dhe analizimi i saj është se mushrikët e kanë marrë emrin mushrik, jo se ata besonin se dikush tjetër veç Allahut madhëruar e drejton botën, por kur ata adhuronin dikë tjetër veç Allahut madhëruar, e kanë marrë ose e kanë bërë atë Zot, edhe nëse nuk e deklarojnë atë gjë me gojën e tyre. Dhe prandaj djemt debati i tyre me popullin filloi kur u distancuan nga adhurimet e popullit që u bënin idhujve dhe u kushtonin atyre, dhe thanë: Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës, që do të thotë ne nuk jemi si ju të bëhemi robër të tjerë, pra për dikë tjetër veç Allahut madhëruar, sepse ju me veprimin tuaj jeni bërë robër të idhujve që adhuroni.